Kur dëgjoni emrin Machiavelli, çfarë ju vjen në mendje? Me siguri diçka si dinakëri, pushtet pa skrupuj, apo jo? E po, emri I tij është bërë praktikisht sinonim I këtyre gjërave. Por pyetja është, sa nga këto janë të vërteta? Sot do të zhveshim mitin nga realiteti për të zbuluar se çfarë fshihet vërtet pas manualit të famshëm të princit. Dhe ja, po I hyrëm direkt në temë me njërin nga ksillat e tij më famëkeqe dhe më tronditse. Kjo fjali e vetme në fakt përmbledh gjithë thelbin e filozofisë së tij, një filozofi që mbetet kaq provokuese edhe pas 500 vjetësh. Pra, kjo është pyetja që shtrohet. A ishte Machiavelli thjesht një mësues I së keqes, një lloj manuali për tiranët, apo ndoshta ka diçka më të thellë, më komplekse, pas këtyre këshillave brutale? Le të gërmojmë pak te shkrimet e tij për të kuptuar logjikën pas tyre. Okej, përpara se të vazhdojmë, duhet të bëjmë diçka të rëndësishme. Duhet ta heqim pak ato karikaturën që kemi në mendje, ato imazhin e intrigantit pa ndërgjegje. Çfarë bëri atë të mendonte kështu? Cili ishte botkuptimi I tij? Dhe këtu arrim në themelin e gjithë shkaje. E gjithë filozofia e tij politike, çdo këshill e pamshirshme buron nga një piknisje e vetme dhe, le të themi, thellësisht pesimiste për natyrën njerëzore. Ja pra pika e nisjes. Sipas Machiavellit, një sundimtar nuk mund të jetë naiv. Rregulli numër 1, gjithmonë nisuni nga ideja se njerëzit, në thelb, janë egoist dhe do ta shfaqin anën e tyre të errët sa herë që t'u jepet mundësia. Dhe nuk ndalet me kaq. Ai vazhdon duke I përshkruar njerëzit si të pabesueshëm, të motivuar vetëm nga interesi personal. Për të besnikëria është diçka e përkohshme. Ajo ekziston vetëm për sa kohë ka përfitim. Kur përfitimi mbaron, mbaron edhe besnikëria. Tani, dëgjoni këtë sepse kjo është e akullt. Ky është ndoshta shembulli më brutal që ai jep. Ideja se interesat materiale peshojnë më shumë se lidhjet më të thella familjare tregon gjithçka për cinizmin e tij të thellë për natyrën njerëzore. Pra, në fund kemi një përzierje vdekjeprurse. Sipas Machiavellit, njerëzit nuk janë vetëm egoist, por janë edhe naiv. Të përqendruar te nevojat e tyre të çastit, ata bëhen preja perfekte për çdo që di si t'i manipulojë. Okej, pra, nëse bota është e mbushur me njerëz egoist dhe naiv, si dreqin e mban pushtetin? E po, Machiavelli ka një manual për këtë, një udhëzues praktik për të sunduar në një botë jo fort të bukur. Këtu vim te një nga dilemat e tij klasike, dashuria apo frikë. Për Machiavellin, përgjigjja është e qartë. Dashuria është e bukur, por e paqëndrueshme. Sot të duan, nesër mund të tradhtojnë. Frika ama, frika nga ndëshkimi, ajo është gjithmonë aty. Është një mjet shumë më I sigurt. Por, kujdes, ai nuk thot të jesh mizor kot skoti. Jo, për të mizoria është një instrument kirurgjikal, I kalkuluar. Logjika e tij është e pamëshirshme. Nëse duhet të godasësh, sigurohu që ta godasësh aq fort sa kundërshtarit të mos ketë kurrë mundësi të ngrihet për hakmarrje. Dhe ja, një tjetër metaforë gjenjale, luani dhe dhelpra. Një sundimtar nuk mund të mbjetëjojë vetëm në forcë brutale. Të jesh vetëm luan nuk mjafton, sepse do të biesh në kurthe. Të jesh vetëm dhelpër gjithashtu nuk mjafton, sepse ujqërit do të hanë. Çelësi është të jesh të dyja bashk. Kjo na çon te kjo këshillë e artë, që nënvizon preferencën e tij për mendjen mbi muskujt. Pse të përdorësh forcën kur mund të përdorësh mashtrimin? Forca është si një çekiç I rënd, mashtrimi është si një bisturi, shumë më efikas dhe me më pak dëme anësore. Tani, përgatituni sepse do të hyjmë në një territor që tingëllon çuditërisht modern. Bëhet fjalë për fuqinë e imazhit, të pamjes së jashtme. Sepse për Machiavellin, në politik, perceptimi nuk është thjesht pjesë e realitetit. Perceptimi është realiteti. Dhe arsyeja është kjo. Të gjithë shohin fasadën, por shumë pak e prekin atë që fshihet pas saj. Shumica e njerëzve gjykojnë me sy, jo me mendje. Dhe pikërisht kjo e bën menaxhimin e imazhit publik armën supreme të një sundimtari. Pra, çfarë duhet të bëjë një princ? Të kultivojë një imazh të caktuar. Shikoni këtë listë. Mëshirë, besnikëri, integritet. Vini re, ai nuk thot bëu I till, ai thot duku I till. Këto nuk janë virtyte morale, por mjete politike. Dhe cila është maska më e fuqishme nga të gjitha? Sipas tij, ajo e fesë. Asgjë nuk është më e rëndësishme se sa të dukesh fetar. Pse? Sepse të jep një legjitimitet moral që justifikon pothuajse çdo veprim.
Dhe kjo është thelbi i pragmatizmit të tij. Një lider duhet të di si të mos jetë i mirë. Duhet ta ketë këtë aftësi në kutinë e veglave dhe ta përdor kur është e nevojshme. E thon thjesht, ndonjëherë të jesh i mirë të çon në shkatrim, ndërsa të bësh diçka të keqe mund të shpëtojë shtetin. Pra, kur i vëmë të gjitha këto bashk, çfarë përfundimi nxjerrim? A ishte ky njeri një cinik që glorifikonte të keqen, apo një realist i ftohtë? Kjo është pyetja e madhe. Le të shohim çfarë na la pas. Në fakt, shumë e konsiderojnë si babain e një koncepti të tërë, real politik. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që politika nuk ka lidhje me moralin apo ideologjin, ka lidhje vetëm me pushtetin, interesin dhe efektivitetin. E thjeshtë dhe brutale, dhe kjo është ndoshta gjëja më e rëndësishme për të kuptuar. Ai nuk po përpiqej të shkruante një libër se si duhet të ishte bota ideale, ai thjesht po përshkruante me një ftohtësi të akullt se si funksiononte bota në të vërtetë. Libri i tij nuk është një gujid morale, është një manual përdorimi për makinën e pushtetit. Dhe kështu, në fund, pyetja na kthehet neve. Kur shohim politikën sot, me gjithë brutalitetin e saj, a nuk tingëllojnë këshillat e Machiavellit çuditërisht aktuale? A ishte ai cinik, apo thjesht po na tregonte një të vërtet të hidhur për pushtetin dhe natyrën njerëzore? Ndoshta përgjigjja varet se sa besim kemi te vetë njerëzimi.